Vim te kandidati për kandidat. Tani, fabula mua më... Pra, të sqarojmë te kandidati për kandidat. Sfundo ka qenë pikërisht nga ajo biseda që kemi bërë dhe në prej atëherë gjitha proceset i kam parë me këtë sy se si zhvillon me ironin, me thënë të drejten, edhe përpjekjet e gjithë atyre njerëzve që përpiqeshin të bëshin kandidat për deputet dhe nuk arrinin dot. Dhe kjo nuk është drama e një personi, unë kur nuk e shkruaj për veten time, është drama e shumë intelektualëve, dhe kjo është një apel për partitë politike që kanë mbyllur dyert dhe i hapin me listë, por nuk i hapin tamam. Dhe në qoftë se nuk bëhet demokratizimi real i partive politike, në qoftë se nuk ka shanse të barabarta, në qoftë se njerëzit që duan të merren me politik kanë barriera dhe pengesa, mos prit që të ketë ndryshim me Landi. Ka pasur shkrimtar që bën politikan, po edhe politikan që pastaj që bën shkrimtar. Ti ku je? Unë jam një gazetar që kam ushtruar zanatin e diplomatit, edhe shkruaj, për të mos pat ndoj pretendim për të qenë në shkrimtari, ma thjesht shkruaj, sepse unë të shkruaj në shoh si një dram, edhe është një, kur shkruan, unë nuk shkruaj për të bërë emër, as për të shtuar titujt, as për të shtuar parat. Thjesht, ky libër, për shembull, është një apel i madh dhe është një dramë e madhe që ndodh në politikën shqiptare ka 30 vjet, si majtas edhe djathtas. Kemi njerëz që përcaktojnë fatet e intelektualëve dhe njerëzve idealist në mënyrë të pamerituar, dhe kemi një grup njerëz që gjithmonë janë aty në obor, dhe kemi disa të tjerë që sillen me dëshirën për të dhënë një kontribut dhe nuk i qas njëri. Dhe ky është një libër që i drejtohet gjithë politikës shqiptare, pavarësisht se një pjesë sot është në pushtet, por edhe aty janë probleme të mëdha të karrierës, të meritokracisë, të përfqirjes së idealistëve, dhe nuk ka një mendim ndryshe. Vini re, bëhen forume politike, edhe majtas, po edhe djathtas, dhe nuk ngrihen t'i thonë mendimet, dhe vetëm kur ndodhin ndryshime të mëdha, atëherë fillojnë edhe mbajnë fjalime, jo po ndodhi kjo, jo po ndodhi ajo. Po ti ku ishe? Ose përcjell atë titullin, po ku ishe ti Adam? Sepse i kam vënë re, domethënë këto qasjet sezonale. Unë mendoj që duhet të ketë një qasje pak më serioze dhe njerëzit duhen respektuar kur vinë trokasin për të dhënë kontribut politik. Do lexoj një pasazh. Deputeti Pajtim Karari ishte nga ajo skile që e dinte sekretin e kësaj marrëdhënie të kryetarit të partisë me Breg Kodrën, sepse në mirëbesim babai i kryetarit Drino Erzeni ja tregoi me qëllim që të ruhej nga Uria Hipi i letrave të partisë. Pajtimi e pyeti Drinon se çdo të thoshte Uria Hip, sepse i kishte dëgjuar si emër, por nuk e njinte si person. Nga ta njinte Dickensin. Drino me fines për të mos e fyer, se natyrisht ishte më i lexuar se sa mekaniku i dëkushëm, i tha se Uria Hipi nuk ishte një njeri i vërtet, por një heroj lehtësisë që simbolizonte servilizmin, nështrimin, mungesën e moralit shpirtëror, manipuluesin dhe lakmitarin e sëmur. Ben, kjo ironia jote dhe këto emra të mua më kanë shkrisë qeshuri. I kam patur dhe i shohim për ditë rrugëve. I shohim për ditë nëpër televizor dhe janë njerëz që jetojnë vërtet, edhe unë pavarësisht se nuk kam patur në mënyrë eksplicite në mendje persona të caktuar, sigurisht kam një eksperiencë 30 sa vjeçare, shumë që ke pasur në mendje ti persona të caktuar asnjë vend diskutimun, unë lexoj emrat Breg Kodra dhe unë e kuptoj se për kë e ke. Unë lexoj Pajtim Karari. Deputeti Pajtim Karari. Po deputeti Pajtim Karari. Për ata që na shikojnë. Fjala, sepse edhe kur kam vënë emrat, kam patur një farë qëllimi të caktuar. Për shembull, Pajtim Karari, edhe fjala pajtim, edhe karar, që vjen nga turqishtja, janë e njëjta gjë, pra pajtohesh, i jep karar, në një mënyrë ka një lloj pajtueshmërie. Dhe ai i kishte vënë karar që do të dilte në pension patjetër si deputet. S'mund të dilte ai më herët që t'i hapte rrugën një të riu. Edhe kjo s'kuptohet fare se për kë e ka Arben Qeku. Jo, kujt i djegle ta mbaj. Unë e tha. Po. E tha. Jo, absolutisht. Do atë që unë kuptoj. Po. Ky nuk e thot. Po ky tha këtu, ati që i djegle ta mbaj. Shiko, themi Pajtim Karari. Po. Unë e di se për kë do të them pas emisionit. Jo vetëm për atë. Jo, janë shumë pajtima. Të jemi sinqert. Ore për ke në mënyrë kështu eksplicite po them ore. Ore, janë shumë që do ta gjejnë. Edhe këtë Drino Erzenin. Janë shumë që do ta gjejnë veten aty. Më vjen keq, po do ta gjejnë shumë veten aty.
E ke fut David Copperfield, e ke futur. Ke shumë gjëra aty, është edhe këto personazhet e tjerë prit, Tamur Erzeni, edhe këtë. Ai që i thot ai drejtori, nga si u bë, thot, ky thot, pajtim Maniveli, thot, u bë si Machiavelli, thot. Po, e ka lexuar, po. Më pëlqeu dhe Lule Shqerra. Lule Shqerra, po. Fjolla Tymi. Po mirë, ajo Lule Shqerra e merr atë vllajën dhe e çon për të parë ato magjirat për ta bërë figurë, për ta bërë. Po Puhiza Fresku? Prurje e re, pra që edhe që të gjithë Mimoza Lastari. Po që gjithmonë është një elegante, lastar gjithmonë. Po qetësor Bubullima, edhe qetësor dhe Bubullima. Po. Ben, le t'ja lëm në dorë atyre që do ta lexojnë. Natyrisht është një roman politik. Natyrisht që vëgishin në plagën e politikës shqiptare të këtij tranzicioni. Kush gjen përgjigje për pyetjet që ka patur gjatë kohës, më vjen mirë. Nuk dua t'i bëj reklam librit, se duket sikur bëj reklam për librin, por është gabim ti bësh reklam librit? Unë mendoj, gabim? Gjithsesi, Reklam është fjalë, domethënë komerciale, po ti do ta bësh të njohur librin, po. Në vitin 2000 kam bërë një ese politike që ka kaluar pak në heshtje, quhet Demokracia e imponuar. Po, unë e kam lexuar. Po, dhe aty shqetësimi që kam ngritur unë është pse mekanizmat duhet të kontrollohen dhe të bëhen të tillë që të diktojnë ty vendimet që quhen gjoja demokratike, por që në fakt që në piknisje deri në përfundim nuk janë as pak demokratike. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka patur një mbivendosje të rolit të kryetarit ose të autokracisë dhe një zhbërje të mekanizmit të votës së lirë. Vota e lirë kërkohet tani për në parlament, po vota e lirë duhet kërkohet që brenda partisë. Po, pra, edhe ky libër, për mendimin tim, ngre shumë alarme dhe shqetësime, sepse ne kemi bë 35 vjet dhe nuk jemi pjekur akoma. Edhe sa vite na duhet për të funksionuar si një shoqëri demokratike e lirë. Sa njerëz ke parë ti që ngrihen sot dhe t'japin mendime që do t'i japin pasi të largohet Berisha nesër pas nesër, që nësi ka. Do t'i japin mendime? Ju do jeni këtu kur të ngrihen pikërisht ato që i servilosën sot, do ngrihen dhe do thonë 100 zezat për te, sa po të japi largim. Sepse e njëjta gjë ka ndodhur, unë i kam njohur të dy, unë kam punuar me Berishën, kam pa edhe se si funksiononte edhe me zotin Basha. Tani kjo ishte pyetja ime. I kam parë të gjithë njerëzit. Nga kush është gënjur më shumë, nga Basha apo nga Berisha? Them të drejtën, e fundit është zhgënjimi për lidhur me këtë angazhimin politik, të cilin e kisha me shumë rezerva, me shumë droje, por me shumë pasion, sepse ju e dini, u votova në zonën e Kukësit, isha i pari që dola si emër, dhe pastaj isha i fundit që nuk dola, mbeta kandidat për kandidat. Sigurisht që e kisha nga Basha, për shkak se do doja që të kishe një qëndrim më serios në raport me këtë gjë, ta vlerësonte angazhimin dhe votën e qytetarëve atje, dhe thoshte që për arsye X, që në fillim, por unë beta 3 javë në për televizione dhe ju qoja mesazh kolegëve të mi si puna jote, dhe i thoja, Agron Gjekmarka atëherë ishte, ende nuk ishte deputet, dhe i thoja, Goni të lutem, mos e përmend sepse nuk është ende zyrtare. Dhe u vura një pozitë shumë të vështirë. Pra, në njërin anë isha publikisht isha një kandidat, në anën tjetër u nënvlerësua dhe u bën një shkëmbim me dy miqë që nësi ka. Kush shkoi në vendin tënd? Shkoi një deputet shumë i mirë, Flamur Hoxha. Po dhe? Dhe kush tjetër? Flamur Hoxha ishte caktuar në Kamës në fakt. Dhe kaloi nga Kamsa? Nga Kamsa shkoi në Kukës. Dhe u kriju një mundësi dhe për Flamur Nokën që t'jetë në Tiranë. Unë jam shumë i nderuar. Dhe më thënë ti që janë flamuj, jo flamur, po flamuj ti i ke kështu. Shiko, them edhe një gjë, nuk e cakton vetëm kryetari partisë karrierën fatin tënd. Është i madh i Zot që i cakton dhe beso. Unë isha shumë i nderuar kur plasi sherri në Partinë Demokratike që unë nuk isha deputet dhe nuk isha i detyruar për të mbajtur pozicion. Po, sa vota more ti? Mora shumicën. Kalova dhe në atë komisionin që këshin vënë këj partia. Ajo, pasaj. Po, do më thënë ti... Mora dhe urime nga... Ti e më ish gënjur nga Basha që të la kandidat për kandidat, po Berisha nuk të vuri kandidat fara? Shiko, asja kam kërkuar, as ka qenë... Por e nuk të vuri e imo?
Që të kërkoj, ti të kërkoje, po s'kërkon ti, mos je nga Jo, kur si kam kërkuar askujt, por në atë periudhë Berisha ka qenë ish kryetar. Natyrisht kishte shumë njerëz që kalonin nga zyra e Berishës, por unë kam respektuar gjithmonë institucionet, duke menduar që ai është kryetari i partisë, ma atë kisha. Tani, edhe i pyetje për Romanin, kë vlerëson nga këta politikanë shkrimtarë politikanë, se nuk ka pak, se është Muziku Safaj, Namik Dogle, Ben Blushi, ka një grup. Është një klub shumë interesant, shumë i mirë, janë të gjithë të kulturuar, pikë pari, janë shkrimtarë të formuar, janë shkrimtarë që minimalisht njohin 1-2 gjuhë të huaja që lexojnë gjuhë. Dhe lexohen romanet e tyre. Dhe sot është sfidë, është një shkrimtar që ti jesh në treg, të bësh një emër se dhe duke qenë në politikë. Edhe duke qenë politikë. Se kjo është e rëndësishme. Janë një grup shumë i mirë dhe mua më vjen shumë mirë, mund të konsideroj shkrimtar modern. Natyrisht që letërsia. Po kë vlerëson prej tyre? Të gjithë për edhe këtu diplomatë ben? Jo diplomatë. Mirë, po ta bëjmë për drejtë, si e vlerëson Ben Blushin? Mirë. E vlerësoj mirë. Mas më zgjinje kështu tani mirë për Ben Blushin, kaq dhe e the kështu më kpute shpirti më kpute. Jo, prit. Më kpute në mes të më kpute. Jo, po prit se nuk kam qefti. By the way, më fal, për me çesë Rafael. Besiku Safaj. Beni për shkak ka shkruar atë kandidati për atë të po ai kishte shumë, domethënë ishte specifikisht për një kandidat, kurse unë kandidat për kandidatën. Po Beni është një romancier shumë i mirë, shumë i kulturuar, shkruar në tekst shumë të mirë dhe beso ka një kulturë të madhe të shkruarit të tekstit, Ben Blushi. Besiku Safaj? Shumë i mirë, Besniku jashtëzakonisht shumë i mirë. Kam lexuar në përgjithësi gjithë librat e tij, biles së fundi lexova dhe një libër që më kishte mbetur pa lexuar, Fati i Marr, një libër shumë i mirë. Por është edhe Ahmet Preçi që po bëhet një shkrimtar shumë i veçantë. Mirë, jo flas tek ta